Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Allahu në falenderojmë, salavat dhe selamet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ja dërgojmë. Dita e dytë e muajit të bekuar, muajit të Ramazanit. Falenderojmë Allahun fuqiplot që na mundsoi të agjërojmë ditën e parë me shumë vullnet, dashuri e ibadet. Allahu kabul na boft e na e pranoft e na mundsoft që ta kryjmë këtë Ramazan me shumë vepra të mira, ibadete, adhurime. Dita e dytë me mesazhin e dytë, me përgjigjen e dytë në të cilën është përgjigjur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shkak i kësaj përgjigje që e dha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte vetëm një pyetje që në fillim e parashtron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Transmeton Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur me të, thot ishim duke ndëitur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me të dashurin e Allahut dhe duke ndëitur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi Allahu qoftë i kënaqur me të sallallahu alaihi wasallam, paqja mëshira Allahu qoftë mbi të, tha a nuk ka aftësi, tha dikush prej juve, a nuk është i aftë, tha dikush prej juve me i fitu 1000 sevape, 1000 shpërblime. Sahabët thanë ja Rasulallah, tash sahabët parashtrojnë pyetjen për shkak të kësaj pyetje. Thanë ja Rasulallah, e si mundet tha njeriu tha ti fiton 1000 sevape? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha njeriu i fiton 1000 sevape e i shlyhen 1000 gjunahe duke thënë 100 herë subhanallah, duke madhruar Allahun subhanahu wa taala 100 herë. Ai i cili thot 100 herë subhanallah wa bihamdi, subhanallah, 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 Allahu azza wa jall ja shlyn 1000 gjunahe dhe ja regjistron 1000 sevape. Çdo dhikr, çdo madhrim, çdo falendrim, çdo kërkim falje në Ramazan, në këtë muaj të bekuar, që është muaj i përmirësimit të gjendjes së zemrave tona dhe jetës tonë dhe ardhmërisë tonë, nuk është si në muaj të tjerë. Vëllezër motra, është një mundësi që Allahu fuqiplot i madhërisht përsëri na mundsoi e na dha e na fali. Ja jemi në muajin e Ramazanit, si shihni atmosfera, ambienti ndryshon krahas muajve tjerë. Andaj ta shfrytëzojmë këtë muaj me shumë ibadet, shumë dhikr, shumë tesbih. Boni tesbih, madhroni Allahun subhanahu wa taala natën e ditën, pa ndalë, sepse ai është i cili meriton të madhërohet. 100 herë subhanallah ti shlyn 1000 gjunahe e ti regjistron 1000 sevape, qofshin adhurimet tona të pranuara e gjunahe të falura.